Ne si musliman, a jemi të urdhëruar me mendu mirë për njerëz? Për shembull, unë kam shok, miq, jarana, të cilët idenë nuk e ki sa i du. Po të matej, dashuria jam, me killa, me dëbaki me tona, vjen sa i du. Po në anën tjetër më thot dikuj që bëhet me vite, dhe nuk e shoh. Thot, e ku është e dashni? E pse ai pra nuk vjen me të pa, me të taku? Unë justifikaj. Ose ata. Me nej mirë, s'me nej keq. Ose sa njerëz që jena për Evropë në diasporë, të cilët tafërën të mije, shoke, të cilët i dua fort, vinë këtu shkojnë, shumë për tyne nuk i shoh. Kam qef me i pa. Por prap me nej mirë, thëm nuk kanë mujtë marë, s'kanë pasë vakt. Pëshimi i shkurt, nga mja majtë për para. Dhe kjo më dihman, mës me menu keq, mës me paradjiku, mës me largu njerëz për zemrës. Tash nëse me njerëz të tjerë, është edukat kjo. Kjo është edukat, bre. Kjo është edukat. Për shembull, është dikën, se fjallën ngre fjallën, besej që këtë këshillën të mira, është dikën në rrugë. Atë sa rëbava kia mu, heq me larë se sëtë. Është ato shku në një vërrim, kur po më thët mua i shëqëru se jam është një pijemi, tha, daja, tha filani që o nalë para neve, jo, pëse kush o nalë, tha filani o nalë, kush ka i, tha ke filani. Unë atë pash gjami, folën gjami, por kur lam kjerën atë ty, për pa që pa, se kësyri njerës të heqë. Tash, mund të më ndej dikush, tha të ko gjam pa, së më foli ka rritmenja, ose po më njerën, estakfirullah. Mollë, me në mirë për njerëz, pësë në keq për njerëz. Sa rëndo njerëzit kalojnë, shkojnë, unë e thëmë kësë sëm pa. Njëri shem e men. Pra dhe të menu mirë për njerëz, nëse në jena të urdhëruar fetarisht. E Omeri, radiallahu anhu, është transmetu për Omeri ka thonë, mundohu me gjetë ndo një farë arsye, ndo një arsye, të vëllau tënd kërka, do një arsye deri në 70 arsye, më do me kërku. Po nashta sëm pa, nashta se ka ronë mene, nashta kam përgute, nashta kështu. Ose këtë sotit, ta një thjerë ndarë së mu së më thjerë, o njëra jo rritë së më ka thjerë. A një pse nashta më ka thjerë, po se ka bo telefoni, ose në mene në vetëm ka thjerë, po këtu në telefonës ka harru më thjerë, ose në mesajë në ka ardhë, ose më në më marrë, në ka mujtë më marrë, ose. Me në mirë për njerëz me lehtë e ki. Nëse për njerëz me nëjna mirë dhe do të me në mirë, mënyrë që mirujt raportet me njerëz, sepse jeta Allahu ka ndërtuar këtë jetë nga ana sociale ka ndërtuar jetë shoqërore, sociale, ku njeriu ka nevojë për tjetër. Andaj rujate, duaje, respektoje, çmoje, ruje, me në mirë për te, duja të mirën atina, vlerësaje, ngritë njeriun, kthehet edhe anën e kontërt. Kthehet, është pa mundur njeriu të respektoj të tjertë, e mos të respektohet edhe ai. Dhe në të kontërtën është pa mundur që njeriu të nënçmoj e nënvlerësoj të tjertë, e që bie të ketë vetë pëlqim, mendje mallësi, e që mos të bëhet, mos të bënë dikush atij, mos ta nënvlerëson, e nënçmon, e përbus.